Ju jeni banori i fshatit? Morsin. Situata këtu? Situata shumë e keqe. E po përkeqësohet nga momenti në moment. Kur ka dalë ujti si? Ujti ka dalë sy nga ora 1 natë, 12. Sa herë jeni përmbytur për këtë vit? Ja 3 herë. Nga të sa herë bie shi këtu? Këto përmbytet veni, se s'lahet as kanal as një gjë. Ajo kanë ardhur në ndihmë po shteti lokal, qeveria. Si kena parë me sy fare. A keni vënë ndihmë po shtetin lokal për këtë? E kena vënë disa herë, po ai shumë pa se shumë nevojshëm i thonë mose, sepse A rrezikon shtëpia të rrezikon? rrezikohet shumë. Faleminderit. Për gjitha këto probleme, se sot nuk është herë e parë që bie shiu. Po, në fakt. Nuk bëj gjatë ja. A jeni ankuar ju me fjalë? Unë jam ankuar sot. Po. Ka marrë 128, në qartë fikse, se ajo në emergjencë Po. Edhe më ka thonë ndodhemi me të thash po na myt udhim gjithë fëmijë. Nuk ka lëviz asnjë, as komunar as ke asnjë terren, absolutisht mi çift në një hallat apo zoti, nuk e asnjë në mëna. Ujti na ka përshuar, na ka përmyt, ata nuk besojnë, ne kam lënë pa pasur don përdorin çdo gjë që i shohin, nëse vin se nuk vin pas vin me parti ata, ta dish mirë, ata më vin me parti. Edhe këtu problemi numër 1 është ky, kanalizimi që pasur herën e parë, ka ardhur një stavator kanë 2 muaj këtu, ta thash edhe përpara, ka bën një tallje me popullin, nuk ka hap as kanalizim, as tubina, as gjë, më fort ka bllokuar se ka pasur. Ulva shikoj verifikojën e poshtë, për nai ka dalë ujti. Ai ka marrë lek firmën ka hedhur në salon. Ta ka hedhur, ose kryetari i bashkisë nuk e di. Ta ka hedhur firmën, sepse unë nuk mund të hedh firmë nëse ti nuk bën punën. Leku hiqë punën se bën. Ne përmyt no. Atëherë çfarë do bëjmë ne? Nga sa herë bie shi juve? Sa herë bie shi? Jo që ne, por këto ka qenë pa pa, i ka qenë pa pa, mi dalë mos do të ishin përmyt. Ka përcjell ujë asfaltin, pse? Për çfarë arsye? Si shpjegohet që këtu sa herë bie shi këtu përmbytet dhe Po zoti do bëj punë të veta, po ç'nall. Janë njerëzit që gabojnë. Proj nuk futet në tuba. Ten pasojë. Lasin faktet. A kupton? Ja, siç e shihni edhe për shkollën e pat. Kjo s'kam kaluar, ka probleme me shkolla? Shkolla po si pishin, nuk është shkollë, por është për pishina. Lasin faktet. Sa më shumë me folë kotësh. Kemi ram dorë të gabuar qysh ka inxhinierët projektuesit këto gjëra. Faleminderit.